Veçoria e sistemit të termoizolimit këtu i lirë është që në katet e dyta është përdorur sistemi i termoizolimit me ngjitsin Weber Therm Prestige, rrjetën e fasadës Weber dhe grafiaton Enveo Premium Clean. Enveo Premium Clean është ajo grafiatoja që ka efektin e vetë pastrimit, pra që nuk zë pisliqe. Pikërisht është grafiato me efekt vetë pastrues, e cila nuk mban kufizet e pluhurit. Ndërkohë që në katet e para e lirë është përdorur kjo pllaka e qeramikës, e cila pavarësisht se nuk është formati i madh, ka nevojë që të përdoret një koll nga ato me specifikime më të larta. Duke qenë se është në fasadë dhe do ketë gjithmonë luhatje të temperaturës, duhet një koll që është goxha fleksibël. Dhe prandaj është përdorur Weber Cord Superflex G, i cili është produkt që mund të përdoret si në fasadë, po ashtu edhe për brenda, siç është përdorur në tualetet për pllakat e formateve të mëdha. Në fakt kjo e vogël, por edhe peshë nuk është se pas ka shumë vogël. Patjetër, edhe kjo ka një peshë të caktuar dhe normalisht fasada, sistemi kapot poshtë është ndërtuar në mënyrë tillë që të përballojë edhe peshën e pllakës. Produktet certifikuara sipas Bashkimit Evropian dhe të vlerësuara nga EOTA.